Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në adoleshencë. Sot do të flasim një temë shumë interesante, sidomos për ne adoleshentët. Në fakt, për të qenë realist, është një temë që nuk flitet shumë, mirë po ne prandaj jemi në adoleshencë për të folur dhe për ato tema të cilave nuk jepet shumë zë. Adoleshenca është periudha kur nuk je as fëmijë dhe as e rritur dhe pikërisht këtu fillon konfuzioni. Sot kemi dy adoleshente që do na flasin pa filtra për sjelljet tona. Kam kënaqësinë të bashkëbisedoj me Fridën. Frida, mirë se erdhe. Mirë se gjete, Raj. Dhe me Elën. Ela, mirë se erdhe. Tani unë goca ju a thash të paraprakisht temën në hyrjen time të parë që bëra, në pjesën time të parë. Dhe tani do fillojmë direkt me një pyetje. Atëherë goca, pse mendoni që sjelljet e adoleshentëve keq kuptohen shpesh? Mendoj që faza e adoleshencës është një fazë shumë e bukur. Por e parë ndryshe nga çdo adoleshent. Ka adoleshent që e përjetojnë në mënyrën më perfekte, që e shijojnë shumë, siç jam edhe unë, por ka të tjerë që nuk e shohin në këtë këndvështrim. E gjëja e parë që do bënin nëse do kishin diçka në dorë për të ndryshuar, do ishte kjo fazë. Por mendoj që nga të rriturit kjo fazë shihet shumë si një fazë për tu komentuar negativisht, për të mos u kuptuar, e jo një fazë që ka nevojë për mbështetje. Kjo ndodh pikërisht tek ata të rriturit që zgjedhin të besojnë diçka të tillë dhe të shohin tek adoleshentët diçka të tillë. Në momentin që empatia vdes, mendoj lindin dhe keqkuptimet. Edhe këto keqkuptimet lindin sepse ne si adoleshent keqkuptohemi duke u parë si kërkojmë mëshirë. Ne nuk kërkojmë mëshirë, thjesht mirëkuptim. Të përfshihemi dhe të ndihemi dhe ne që kemi atë nevojën për të dëgjuar, për të kuptuar. Është e vërtetë, në fakt për ti Ela, si mendon? Dhe unë kështu mendoj, të them drejtën, pisa adoleshentëve është shumë e vështirë në kohët e sotme, sepse adoleshentët normalisht presin diçka më shumë nga shoqëria, diçka më shumë nga një i rritur dhe siç e tha dhe Frida, nuk është se ka të bëjë domethënë që kërkojmë mëshirën tek ta, por thjesht një mbështetje ose diçka më shumë plus. Okej, goca, tani do vazhdojmë pyetjen tonë të dytë. Cila është gjëja që ju nervozon më shumë në familje? Pyetje shumë përshtatet me parimin tënd. Realisht në familjen time më nervozon pjesa ku nuk më kuptojnë, kur shumë herë unë ju flas diçka dhe ato bëhen shumë strikt, bëjnë diçka që thonë jo, ti nuk duhet ta bësh këtë, për shembull, në gjithë momentin, në gjithë pjesën që unë flas me shtëpisë time dhe ulem dhe bisedoj, familja ime janë në shumë raste të pakta janë pro, më shumë janë kundër diçka që unë them dhe janë pak më shumë strikt. Në fakt unë mendoj që qëllimi është i mirë, kuptohet, se na kanë shumë merak prindrit. Është vetë si natyrë e prindrit që na kanë shumë merak, duan ditë çdo gjë për neve, duan ta kenë kontroll, duan ta kenë në rrezën tonë, në rrezën e atyre të shikimit, kështu që prandaj ndodh dhe kjo. Atëherë, mama ime është një mama shumë perfekcionisti, do gjithçka perfekte dhe kur kërkon diçka kundrejt, domethënë tek unë për ta bërë diçka, e kur nuk është shkon ashtu siç ajo do, normalisht që ka edhe ato debatet e vogla, nëse mund ta quaj një debat mes meje dhe mamit. Ose mund të jetë ky një nervozizëm. Ti le ke provuar ndonjëherë që ti ulesh pak më shumë prindërit edhe ti flasësh edhe që edhe ata të kuptojnë pak mënyrën se si ti mendon apo si sheh gjërat. Po normalisht jam munduar që t'ju shpjegoj sa më qartë, t'ju shpjegoj sa më ëmbël. Mënyrën. Je munduar domethënë të gjesh një mënyrë komunikimi. Mënyrën e komunikimit, por ka raste që më kuptojnë shumë mirë dhe ka raste që jo. Okej. Gusta, si mendoni, si ndikon shkolla në mënyrën se si ne sillemi? Shkolla ka një ndikim shumë të madh. Raj mendoj. Mendoj që shkolla ka një rëndësi shumë të madhe në mënyrën se si adoleshentët dhe nxënësit sillen. Duke qenë se shkolla është një institucion edukativ dhe si i tillë duhet të ketë këtë funksion. Por për të vërtetës kjo nuk ndodh. Shkolla ka dështuar. Ne kemi dështuar si individ, si shoqëri, si arsimim, si shtet. Jo më larg se para disa muajsh, kishim një tragjedi shumë madhe ne si shtet. Humbëm disa adoleshentë. E kjo për ne ishte një dhimbje shumë e madhe. Një dhimbje që nuk u mor dhe nuk ju dha zëri i duhur. Të shikosh gjithçka ne ja lëm sot rrjeteve sociale, duke qenë se shihen si digitalizimi është koha e digitalizimit, e evolimit të teknologjisë. Okej. Por një mesazh i shkruar diku
ose një tekst i lënë përgjys, nuk kishte se si të përfundonte në ato mënyrë makabër jashtë. Shkolla nuk mundem të bind veten time që shkolla nuk ka patur një indicje të tillë. Si çdo shkollë ka një indicje dhe është koshjente për një debat ose një shet që ndodh mes nxënësve, mes adoleshentëve, mes të gjithëve. Dhe kur nuk merren hapa të duhur, sepse mendoj që në shkollë duhet të funksionojnë shumë mirë psikolog, punonjës social, drejtues, mësues, oficer sigurie të gjithë. Dhe të gjithë këto duhet të vendosen në lëvizje për të marrë ato hapat e duhur që të mos përfundohet ashtu siç pas të përfundohet. gjitha organet kompetente. Pikërisht. Por mendoj që edhe lidhja prind-mësues është një lidhje shumë sublime, një lidhje që duhet të jetë në vëmendje. Nëse një mësues vren diçka tek një adoleshent, duke qenë se po flasim për adoleshentët, por jo vetëm, edhe për fëmijët, edhe për të gjithë, vren diçka duhet patjetër të njoftohet prindi në mënyrë imediate. Pra prindi duhet të vendoset në gjeni për gjithçka që ndodh. E jo vetëm më pas psikologët të bëjnë trajtimet e të gjitha që të përfundojnë gjërat në mënyrë të pashtë. E jo në atë mënyrë të tmerrshme siç përfunduan realisht, për unë jam prekur shumë. Jam prekur shumë sepse të largohet nga ky vend jo perfekt. Nga ky vend me shumë problematika. Pikërisht. Nga ky vend shumë i tmerrshëm. Jetë të reja që prishin të jetoheshin, ëndra që duhet të realizoheshin dhe ne të heshnim. E për më tepër, nga kjo heshtje, mua më ka trënditur më shumë fakti se si ne e kemi interpretuar gjithë gjën. Interpretimi jonë ka qenë duke dalë nga të gjithë këta që janë në pushtet dhe realisht unë jam një adoleshente, por kam një opinion shumë negativ. Negativ raj sepse nuk mundet të dalin ministra e arsimit, kryeministri i Shqipërisë, duke thënë që shiko, kjo ishte me të vërtetë diçka e rëndë, por unë do mbyll TikTokun. Nuk është kjo që ti duhet të bësh. Nëse unë si adoleshent sot nuk kam siguri nga shkolla, çfarë duhet pres për më tepër? Nëse prindërit e mi janë të lumtur që fëmia e tyre po shkon në shkollë dhe janë pak të qetë, kjo qetësi nuk po vlen më. Nuk po vlen më për mua si nxënës që po jetoj në këtë epokë, e jo më për prindërit e mi. Të çosh fëmijën në shkollë dhe dalit të vritet raj është diçka shumë e rëndë, sipas optikës time, gjithmonë. Dhe ne heshtëm të gjithë. Nuk mendoj që ka fjalë për të ngushëlluar ato familje që sot nuk i kanë fëmijët e tyre. Eshtat e adoleshentëve tanë tretën edhe dhe ne nuk bëjmë asgjë. Vazhdon jeta siç nuk ka ndodhur asgjë, por kjo është një sinjal alarmi. Ne jemi para fakteve. Unë doja në fakt kisha një pyetje raj. Edhe sa adoleshentë do të vdesin? Edhe sa jetë duhet prerë në mes, e sa ëndra nuk duhet jetohen, edhe sa duhet vazhdojmë kështu. Që të reagojnë? Pikërisht, ku janë reagimet? Pse nuk reagojnë njëri? Janë jetë. Më vjen shumë keq. Më vjen keq që gjërat po interpretohen kështu edhe nuk po merren ato hapat e duhur. Janë mbushur mediat pafund me gjëra të parëndësishme. I jepet rëndësi diçka të pavlerë, edhe nuk i jepet pikërisht, nuk i jepet rëndësi diçka e kaq të rëndë. Është diçka e rëndë, më kupton? Unë si adoleshente dhe jo vetëm, në shkollën ku unë studioj, rrethim shoqëror, mes bisedave dhe rreshtave që ne kemi me njëri tjetrin, citohet dhe ky citim realisht është diçka që më ngel gjatë gjithë kohës në mendje dhe më shoqëron. Asnjëri nga ne, përfshirë edhe ju besoj, nuk e shikon të ardhmen tonë në Shqipëri. Nuk e shikon në Shqipëri për vetë faktin sepse Shqipëria ne nuk po na jep as siguri. E jo më gjërat e tjera. Ne po na merr gjithçka, pa na dhënë asgjë. Ne po investojmë dhe asgjë nga investimi që ne po japim, nuk po marrim mbrapsht. Sepse shteti jon ka vendosur të sillet kështu. Dhe pikërisht këto vazhdojnë familje, shkollë e më pas më tutje. Kështu që mendoj janë gjëra të lidhura në zinxhir. Nëse njëra nga hallkat e zinxhirit prishet, asnjë pjesë tjetër nuk funksionon. E më vjen shumë keq për këtë. Dhe ideja e mësuesve sot raj më vret shumë. Ka mësues që vinë në shkollë thjesht për të dhënë atë orën e mësimit, për të mbaruar atë lëndën që janë emëruar e për t'ikur në shtëpi. Jo, nuk duhet të funksionojë kështu. Sepse nuk mund të funksionojë kështu. Je një mësues, je arsimtar, duhet të edukosh fëmijët. Edukata është gjëja parsorë. Mua nga prindërit e mi në mënyrë absolute nuk më thënë je nxënëse ekselente. Studio shumë. Në pjesën e parë më thënë Frida, ki kujdes. Ki kujdes se si sillesh, se si vepron. Ki kujdes se si lëndon të tjerët. Ne duhet jemi njerëzor. Pikërisht. E kjo duhet jepet edhe nga mësuesi sepse unë mendoj që portreti i mësuesit tek ne ka një rëndësi shumë të madhe. Mendoj janë ata. Jo, në fakt tani nuk ka. Shikoj në konveshtrimin tim kam. Ka sepse janë pikërisht ata. Është ul rëndësia, mendoj. Është ul nga ne. Ama rëndësinë ata e kanë. Është një rëndësi shumë e madhe që sepse shiko, janë aty për ty. Dhe nëse ulesh dhe monologon pak me veten, ta mbaroj pak. Nëse monologojmë pak me veten, kuptojmë që
Ata janë aty për të të mësuar ty dhe për të ndihmuar që të tregojnë rrugën e duhur, Kjo është idealja. rrugën do e thuash, busullës sepse- për dalë aty ku ti do. Kjo është idealja. Po. Por Realitetin ç'do? ato po them, realiteti është komplet ndryshe. Vin aty për të mbaruar orën që kanë edhe për tikur, por ti nuk mund të jesh aty vetëm për këtë gjë. Ti je prind. Shikoj këtë gjë si fëmijën tënd. Je aty për t'i edukuar brezënëri dhe kjo që nga neglizhenca që po bëjnë mësuesit po dalin dhe po ndodhin këto tragjedi që po ndodhin që mua më vjen shumë keq, realisht më vjen shumë keq. Më vjen Edhe mua shumë më vjen, keq për këtë realisht gjë. shumë keq. Edhe nuk ndjem absolutisht mirë që Unë si më shpreh që ndryshimi fillon nga ne dhe më lindi si pyetje. Çfarë duhet bëjmë ne Frida? çfarë duhet bëjmë ne që të ndryshojmë këtë gjë. Të reagojmë. Shiko Frida, unë bie shumë dakord me gjithçka që ti the, edhe unë mendoj që Shqipëria ka dështuar në shumë aspekte në arsim, në shëndetësi e gjitha me radh. Por duke qenë se ndryshimi fillon nga ne, cila do ishte zgjidhja që ti mund të jepja? Ose sugjerimi që ti mund të Mendoj bëja? këtë, në momentin që ne evidentojmë diçka, një rast mes bashkëpunëtarëve tanë, diçka që nuk shkon, dhe ne jemi koshient para diçka që nuk është ashtu siç duhet të reagojmë. Duhet të vjen ndjenjë njerëzit që janë specialistë për këtë gjë. Duhet në radh parë zysha kujdestare, duhet të jetë në ndjenjë të kësaj gjëje, e më pas psikologu. Okej. Ti ke patur një rast të tillë që ke evidentuar edhe Ka patur raste që kemi evidentuar disa grindje mes njëri tjetrit dhe që në mënyrë të menjëhershme është lajmëruar zyrë kujdestare, më pas janë marrë hapa të mëtejshëm për të sheshuar gjëra dhe që nuk shkuan gjërat ashtu siç ndodhi. Po. Në përshkolla mendoj që mungon pak edhe bashkëpunimi që kanë midis. Patjetër. Autoriteti i zyshave dhe i profesorëve ka rënë shumë. Sot nxënësit flasin si duan, veprojnë si duan dhe nuk kanë ndrojtje absolute se kë kanë përballë. Kanë profesorin, kanë zyshën, kanë drejtuesit të shkollës, apo qoftë edhe dikë jashtë kësaj, jashtë i rrethi. Pra ne nuk kemi atë etikën, sepse ne na ka humbur sjellja, ne nuk na intereson se me kë po flasim. Po flasim me një tritur, me një që është më i vogël se ne, nuk na intereson. Edhe kjo autoriteti që zyshave ju ka rënë edhe profesorëve ju ka rënë, ka sjellë shumë probleme, sepse ne nuk pyesim më. Një kritik që mund të na jepet nga dikush ose diçka që mund ta marrim nga një profesor ose nga një zysh, mund ta keq interpretojmë ose thjesht e lëm të harruar. Diçka që s'ka vlerë për ne. Si thuhet, domethënë, ashtu siç vjen ashtu dhe ikën. Nuk e përpunojmë dhe nuk e. Tile si mendon? Në fakt, edhe unë mendoj ashtu siç Frida, por nuk mendoj që shkolla mund të ndryshojë sjelljen tonë. Ne mund ta rregullojmë vetë me sjelljen ose me diçka tjetër. Pra nuk mendoj që shkolla ka ndikim të madh dhe të madhe të sjelljen? A mund të replikoj? Po. Okej. Pse nuk mendoj që shkolla nuk ka atë edukatën e duhur ose nuk jep atë prekjen ose definicionin e duhur për sjellje? Mendoj që në shkollë tani në kohën e sotme është bërë vetëm për të shkuar dhe të mësuar dhe jo për të shfaqur, po. Në fakt unë mendoj që ne së pari duhet jemi njerëz edhe human, pastaj e gjithë gjëja kjo ishte. Nuk jam me këtë, nuk qëndroj te kjo. Shkolla është një institucion edukativ, e si tillë nuk funksionon sot. Pikërisht, jemi koshient. Pikërisht, por duhet të funksionojë. Dhe nga ky mos funksionimi kemi ardhur në këtë gjendje ku jemi sot. Dhe shkolla ka një rëndësi shumë të madhe në edukatën e nxënësve. Nuk mund të jesh një nxënës ekselent kur ti nuk ke edukat, sepse edukata jote të pengon. Është një mburojë që ty nuk të lë të shfaqësh ndoshta ato arritje që ti ke ose ato aftësitë që ti ke për një lëndë caktuar. Janë gjëra shumë të lidhura me njëra tjetrën sipas optikës time gjithmonë. Nuk them që opinioni im është ai perfekti, por kështu unë e shikoj. Dhe kjo është nga ana e këmbështrimit tim. Unë mendoj që shkolla, pikërisht, shkolla ka ndikimin më absolut. Ndikimin më të madh të sjelljes. Duhet ta ketë, domethënë se tash se ka. Shiko. Qartë si që nuk e ka. Duket shumë qartë që. Gusta, çfarë quani ju rebelim? Me fjalën rebelim kuptoj që në momentin që ti ndalon sa histori dhe vendos të jesh vetëdijtja, vendos të japësh më shumë gjasa vetës për të vazhduar përpara. Unë mendoj që rebelimi është pikërisht ai momenti kur ne zgjedhim të flasim, të mos heshtim ndaj diçkaje që ne nuk na pëlqen. E kuptoj. Gusta, mendoni se adoleshentët po gjykojnë më shumë sot apo më përpara?
sot. Po gjykon sot për vetë faktin se çdo adoleshent ka një celular në dorë, ka një rrjet sociale dhe aty zgjedh të ndaj jetën e tij, të publikojë fotot e tij dhe pikërisht këto janë si burim informacioni kur të tjerët mund të gjykojnë. Dhe kjo është pikërisht ajo gjë që i bën të tjerët dhe i shtyn të tjerët për të gjykuar. Dhe mendoj që po patjetër. Duke qenë se brezat që kanë kaluar ose brezat e mëparshëm nuk kanë patur këtë përballjen siç e kemi ne sot me këto rrjete sociale, ka bërë që të jenë pak më të heshtur dhe veprimet e tyre të jenë më në heshtje dhe të mos gjykojnë kaq shumë saq gjykojnë sot tek ne. Dhe po. Mendoj që adoleshentët gjykohen më shumë sot, duke qenë që ato shfaqin të gjithë Shfaqin më shumë karakterin e tyre? Po, shfaqin më shumë karakterin e tyre, shfaqin gjithçka që i përket pjesës së jetës tyre të përditshme dhe normalisht disa persona nuk e marrin të mirëqen këtë gjë dhe normalisht e përdorin si një meme, si një video që të ketë viralitet për ta, por jo për ne, se varet se si ndjehemi. Frida, si ndikon stresi i shkollës në sjelljen tënde? Ka patjetër një ndikim. Normalisht kur ti je stresuar nga shkolla, sjellja jote është pak më arrogante. Po. Je pak më sensitive. Që shpesh edhe prindërit nuk na kuptojnë për këtë pjesë. Se ne mund kemi ato shpërthimet tona edhe thjesht ata mendojnë që ne i disrespektojmë ose. Pikërisht, jo, shkollat ka të stresin e saj, patjetër. Edhe për kapacitetin që ne kemi mendoj, është pak i rënd. Edhe nuk reagoj mirë. Nuk ka një reagim të mirë. Po, mendoj që ndikon, sepse shumë herë mundohemi të bëhemi perfekt ose mundohemi që diçka ta çojmë deri në fund, duke marrë pjesë në shumë aktivitete, duke marrë pjesë në shumë teste dhe normalisht edhe pjesa e testit të streson shumë dhe normalisht mundohesh të dish sa më shumë, mundohesh të mësosh sa më shumë. Po, por stresohesh normalisht dhe ndikon shumë në kohën e sotme. Okej, a jeni ndjerë ndonjëherë keq duke qenë se ose vetëm duke qenë se keni qenë të lodhur emocionalisht? Mendoj që lodhja emocionale vjen si pasojë e disa situatave të akumuluara. Pra nuk është diçka që ti vjen menjëherë. Janë situatat të njëpasnjëshme, të akumuluara, të mbledhura që ngelin të heshtura. E kjo shmimi këtyre situatave bën që ti të çojnë atë lodhje emocionale. Nuk kam pasur, nuk e kam përjetuar ende. Më vjen mirë. Po, të them drejtën, unë e kam përjetuar shumë herë, që jam ndjerë keq, jam ndjerë e lodhur, jam ndjerë një moment që nuk mundesha më, por fatmirësisht i jepja çdo ditë kurajo vetës dhe ja dola. Bëhet qefje. Gosa jeni rebeluar ndonjëherë për gjëra të cilat ju me të vërtetë i donit? Patjetër. Shumë herë. Frida, më duket se e bën gjithmonë këtë gjë. Patjetër. Jam rebeluar. Mendoj që disa dëshira që ne kemi arrihen me guxim. Jo thjesht një ëndër që unë kam edhe thjesht ta ndëroj e të mos veproj. Pra duhet të kesh një guxim për të vepruar që të realizohet ëndra që ne kemi. Jam njëri që ndëroj shumë edhe kjo më ka bërë që tek të tjerët guximi që unë kam shprehur të shihet si rebelim. E kjo që është parë pikërisht nga ata njerëz që nuk e kanë ndjerë atë zjarrin brenda meje. Është keq kuptuar, është keq interpretuar, por unë jam rebeluar për shkak se doja thjesht të mos shuhesha, unë si individ, të mos shuaja ëndrat e mia dhe të mos shuaja ato guximin dhe vullnetin që kisha për t'i çuar gjërat deri në fund. Po. Patjetër që po, siç e tha dhe Frida, normalisht i bashkangjitem mendimet së saj, por shumë herë kam vendosur që të bëhem rebele për dikë që ti shpjegoj se si duket bota në një mënyrë ndryshe, se si është vetja ime në atë mënyrë dhe se si unë duhet të sillem ose ato të sillen me mua. E kuptoj. Gosa, keni pasur ndonjë moment të vështirë në jetën tuaj që ju ka lënë shenjë tek ju? Mendoj që momentet të vështira janë prezente tek të gjithë. Kemi pasur momente të vështira, janë pjesë e jetës, janë të pandashme, jetojnë me ne, por rëndësishme është tek unë që këto momente të vështira që i kam pasur,
ti marr edhe ti kthe në forcë. Po. E kjo forcë më ka bërë që unë të vazhdoj. Të E ndoshta të krijoj ato ura shumë të fuqishme që janë shumë vështira për t'i shkatruar. Edhe po, dhimbjen e kam kthyer në forcë gjithmonë. Edhe vazhdoj ta bëj. Mendoj që kjo është gjëra më e mirë për të shëruar nga kjo gjë. Edhe pse mendoj Rai që asnjëherë nuk shërohesh. Dhimbja bashkëton. Mos thjesht mësohesh, po. Thjesht mësohesh të jetosh, por sa më shumë kalon koha në momentin që ti ulesh dhe monologon me veten, mendon dhe kupton që ajo është aty. Edhe çdo ditë që kalon, çdo ditë ndjen më shumë mungesën e saj ose ndjen më shumë mall për diçka. Asnjëherë nuk largohet. Ti mësohesh, ambientohesh edhe vazhdon jetën. Jeta është e bukur, por ka edhe këto situata që për ne janë pak të rënda dhe që nuk na pëlqejnë, nuk do donim t'i kishim. Doja të flisja dhe unë pak për pjesën e jetës time. Isha shumë e vogël kur jeta vazhdoi të më përballte me sfida. Dhe që në lindje ishte ajo vajza që gjithmonë e kisha parë botën me ngjyra dhe kur bardhëzi. Por jeta ime në moshën 11 vjeçar mori komplet një rrjet tjetër. Në moshën time 11 vjeçar, kur unë u futa në klasën e 6, një ditë gjatë orës time mësimore, prapëritur ra shpandjenja. Mendova që nuk kisha ngrënë bukë, mendova që ishte thjesht një lodhje. Por jo, ishte momenti im i parë që do futja në një rrugëtim shumë të gjatë. Në klasën e 7, kjo vazhdoi e përditshme, stresi, tensioni, ankthi, po rrini çdo ditë me mua. Shkoja në spitale, bëja vizita, por përgjigjja ishte e njëjtë. Je mirë, nuk ke asgjë. Realisht ishte shumë vështirë të ndjeshe keq dhe të tjerë të thonin je mirë. Për mua ishte diçka shumë e vështirë, nuk e dija, nuk mendoja që do ta kaloja, nuk mendoja që unë do isha personi që do e kaloja këtë gjë, që do ringrihesha përsëri. Në klasën e 8 ndodhi një qësi e vogël, por nuk e dinim që klasa 9 më priste me një stuhi super të fuqishme. Një stuhi e cila realisht sot kur e mendoj, them nuk e di si ja kam dalur, nuk e di se si u ringrita. Në klasën e 9, një ditë teksa po rria, po qëndroja, përpitur, humba ndjenjat, dhe në momentin që u zgjova, nuk mundja të flisja. Qëndrova ashtu 2 muaj pa folur, pa ashtu edhe pa ecur, isha komplet e paralizuar. Ishte një vështirësi shumë e madhe për mua, sepse normalisht nuk isha mësuar kurrë, nuk isha mësuar që të jetoja me një diçka cilën nuk e kisha pjesë të jetës. Mjekët nuk i kuptoja, mjekët shumë herë flisnin për gjëra të cilat nuk ishin të bënin fare me pjesën e jetës time. Njëri thonte që ke këputur nerv dhe tjetri përmendte epilepsinë. Realisht ishte një moment shumë i vështirë. Ishte një moment cilin unë kur e mendoj shumë herë them, ok, ja dola, uroj që mos ndodh askujt tjetër kjo që më ka ndodhur mua. Në momentin që ndodhën të gjëra, vazhdova të flisja, vazhdova të mësoja shkronjat, vazhdova gjithçka nga e para, si një fëmijë i vogël. Realisht mendova që doja dilja. Realisht mendova që kjo ka mbaruar këtu. Mendova që zëri nuk do më rikthehet më. Mendova që e hecura po ashtu nuk do vi më në jetën time. Dhe çdo ditë mendoja ku janë ëndërrat e mia, ku është ëndra ime për të bërë psikologe në një të ardhme. Mendoja shumë herë se si do isha unë, një vajzë që nuk flet dhe nuk ec. Por jo, Zoti kishte menduar edhe për mua. Në vitin e parë, kur unë mbarova klasën e 9 dhe isha një maturante, përpritur vazhdova të mësoja shkronjat, vazhdova të mësoja si të ecja dhe normalisht u praktikova dhe u ktheva përsëri nga e para, siç e thash më përpara. Nuk e di, jam shumë krenare
që sot jam këtu, që sot jam më e fortë se kurrë, që sot dal përpara të gjithëve dhe po, unë jam unë dhe unë doja dalë gjithmonë. Jam këtu për të folur edhe për gjithë adoleshentët, për të folur edhe për gjithë të rriturit, të rinjt sot, për t'ju thënë që mos hezitoni kurrë për të folur për diçka që juve ju pengon. Sepse normalisht unë isha një person që nuk mundja t'ja thoja dikujt tjetër. Isha ajo vajza që kisha frikë të flisja për jetën time. Më dukeshte sikur pjesa e jetës time mund të ndihem keq ose mund ta marrin të tjerët për keq. Por jo, fatmirësisht, shumë persona nga unë, shumë adoleshente të rritur që kam në pjesën e shoqërisë, në pjesën e përditshmërisë time, po ashtu shumë familjar, shumë mësues, kanë dëgjuar dhe më kanë inkurajuar shumë për këtë gjë. Dhe normalisht jam shumë e lumtur që jam e ftuar sonte këtu për të folur për pjesën e jetës time, për t'i dhënë kurajo të gjithëve bashkëmoshatarëve tonë dhe të tjerëve. Dhe dua të them një mesazh shumë të fortë. Edhe kur nuk ecni dot fizikisht, zemra dhe mendja ecën. Edhe kur nuk flisni dot, shpirti flet më shumë se gjithçka. Dhe kur ju mendoni që nuk doja dilni, më besoni që doja dilni gjithmonë dhe do t'i bëni gjithmonë ëndrat realitet. Mendoni gjithmonë anën tuaj pozitive. Mendoni që ju doja dilni, mendoni që ju do të keni një person sa më të afërt rreth vetes, por kur mos të ulni veten përpara të tjerëve, kur mos të mendoni sikur ju jeni arsyeja sepse dikush po qan sot. Përkundrazi, ju bëhuni arsyeja që dikush lumturohet dhe gëzohet sot. Faleminderit. Ilan, të falenderoj pa mas që ti si fillim vendose ta ndash me ne. Unë jam shumë e sigurt që secili nga adoleshentët që e dëgjon dhe të gjitha vajzat që mund gjenden në të tilla situata të vështira, që mund kenë lënë shenjë apo po lejnë shenjë tek jeta e tyre, mendoj që e bër frymëzim. Edhe të falenderoj pa mas që ti vendose ta ndash si histori. Se është histori shumë personale, por që më vjen shumë mirë që ti je rinkritur përsëri dhe mendoj që me forcë kur. Patjetër që po, patjetër. Do doja që të kuptonin të gjithë familjarët, të gjithë më të mëdhenjt tonë, që nuk është ashtu siç ata e mendojnë. Nuk është se ne po bëjmë gabim, nuk është se ne jemi gabimi, nuk është se ne nuk i mendojmë gjërat përpara se t'i bëjmë. Ne i mendojmë shumë mirë, por thjesht jemi ato persona që i mendojmë në brendësi, i mendojmë në heshtje. Dhe normalisht i rekuperojmë në momentet të saktuara. Por sepse shumica sot, duke përfshirë dhe pjesëtarët e familjes time, mendojnë sikur unë po bëj gabim, normalisht se jam e vogël, normalisht duhet që ato të më qartësojnë disa gjëra, të mos bëj këtë, mos bëj atë, që të qëndroj pak më mbyllur, domethënë me pjesën time, që mos ta shpërndaj në gjithë vendet. Por dua t'ju them të gjithë familjarëve që po na shikojnë, të gjithë prindërve që kanë fëmijë, adoleshent dhe të vegjël normalisht dhe të rritur pashtu. Dua që kur mos i thoni një fëmijë që shiko, ti nuk ja del dot. Dua që mos të jeni juve pjesëtarët e diçkaje që fëmia juaj të ketë një ngarkesë. Të jeni juve ato arsyeja sepse ato po ndjekin diçka të cilën e kanë me shumë pasion, që nesër pas nesër të dalin përpara gjithkujt dhe të thonë, po, unë jam fal këtyre dhe fal vetes time që ja dola në vend. Ndërsa unë nëse të kisha një të rritur përballë, normalisht janë biseda të konsumuara, e kam bërë shpeshherë, por sot do zgjedha të thoja që adoleshentët duhet të shikoni si diçka shumë të shenjtë dhe të shtrenjtë, duhet që t'i kuptoni, e të jo të flisni ose t'i drejtoni gishtin për diçka që juve s'ju pëlqen.
Ne nuk kërkojmë absolutisht mëshirë. Kërkojmë mirëkuptim, e kuptim ka të gjithë ata që janë më të rritur dhe kanë eksperjenca më shumë se ne. Shumë e vërtet. Goca, tani erdhi fundi. Ju falenderoj pa mas që ishi sot me mua. Faleminderit juve. Ela, shumë faleminderit që ndave historinë. Frida, shumë faleminderit për gjitha komentet që dite, për pyetjet që unë ju bëra. Shumë faleminderit Goca. Faleminderit juve. Dhe si përfundim, si adoleshentëve nuk janë armiku, por janë pikërisht pasqyra e botës kur ne po rritemi.